Ja, Graria, kjo është torta që unë bera dje, se nuk e oda do dje, se s'pata ko, vajti dhe vonë, e kam paru shumë vonë. Për të bërë një tortë, wow, u deshu goxha punë. Tu kam thyrë 6 kokra vezë. Për të bërë pan di Spanja. Duhet t'i edhësh procedura tamam fikse, se pastaj pan di Spanja nuk të del ashtu siç duhet. Është ere parë që më bëj tortë, tu po rrajnë gjitha vezët, po më jep një ndim të vogël Eliana, se asaj ta i pëlqejnë shumë të gjera. Edhe do t'i rrafim mirë vezët. Eliana është ndihmësja ime. I pëlqen, shpresoj që një ditë Eliana të bëhet si mami vetë në gatim, se i pëlqen që të më ndihmoj. Për e vogël që është. Kurse vajzë e madhe se ka shumë qef gatimi. Gjithsesi gatuam, po jo dhe aq. Ktu i kemi hedhur një gotë miell. E kam hedhur pak nga kjo fecola di patate, që është miell patate. Kjo idhet për të bërë ajo pan di Spanja e butë. Që të bëhet tamam si ajo pasticcerisë. I kam hedhur edhe një gotë sheqera. Këtu është ajo ne i themi lievito në Shqipëri, s'po më vjen fjala, qysh i thon. Plurës pjekës. Edhim tek tepsia. Dhe këtu përgatisim panën. Unë e kam mbuluar me këtë robën, se nuk më pëlqen kur bëhet kuzhina me që kërcet pana në madhe. Ja, dhe pana ishte gati, do akoma, po që edhe panën e kemi gati. Unë pastaj kam futur në frigorifer që të rinde e ftohtë. Këtu presim pan di Spanja. Pan di Spanja doli super, nuk e prisjam. Vetëm që kur ta bëni pan di Spanjën e ktheni me kokë poshtë që mos të ulet, të rrije lart siç ka dalë në fillim. E ishni në tepsia dhe e ktheni me kokë poshtë. Këtu pan di Spanjën po e njom me qumësh dhe me sheqer. Mund ta njomësh me ujë me sheqer dhe me zhap limoni, po unë këto erëzat ose vanilje nuk mi kanë qef shumë fëmit, edhe preferova vetëm qumësh dhe sheqer thjesht. Këtu kemi bërë kremin. Te kremi kam hedhur një kokër vezë, 2 lugë miell edhe qumësht që e kam përgatitur. Vetëm të verdhën e vezës, të bardhën jo. Dhe këtu po i shtoj dhe pana që të vi krema chantilly, që i thonë. Edhim gjysmën e kremit të shtresa e parë.
Edhe këtu kemi shtruar pjesën e dytë të pandispanjës dhe po e regjim prap me qumësh. Dhe kështu vazhdojmë. Të po edhim pjesën tjetër të kremit. E gjitha ato ende që mu bën dije pastaj për të larë se përgatit këte, përgatit ateja, o nene, la mamani u beti. Ja dhe kremin e kemi hapur, këtu kemi edhur, kemi dhënë shtresën e fundit të tortës dhe tani do ta mbulojmë me panën. Këtu është e bukur që për të bërë formën e dur ashtu siç douam ne. Më ka ngrënë këtu aftësisht 25 minuta për ta bërë siç duhesh. Po gjithsesi ja vlejti. Nuk jemi profesioniste, po si për herë të parë ja dolëm. Dhe torta na doli super. Këte e kemi për të dekoruar tortën lartë. E kam da në 2 kaposh, një tek njëra, një tek tjetra, se ishte me 2 forma të ndryshme. Ja dhe tjetra. Ja dhe tortën yll me në yll. I bëj qefin vetes unë, po ha. Edhe këtu fillojmë bëjmë format. Si ere pa nuk ishte keqe, nuk jam i pastiqere. Thjesht provoj. Njeriu do të provoj në jetë që t'ja dali. Njerë do vi mirë, njerë do vi keq, derisa t'i marrim dorën, ja kjo është forma tjetër. Që vim pak me vogël dhe këtu vendosim lule shtrydhet lartë. Kurse Eliana po vendos ato që janë si tip ruoza. Nuk e di si quhet. Jam për të dekoruar tortën. Edhe disa e hodhja lartë, se kështë qef, do t'ja e, dhe unë e lashi, thash, okej, mami. I kemi vënë dhe mirtili. Jo vetëm fragola, e shullur e shtrydhe. A unë e shpjegoj në mënyrën time, thash, nuk jam profesioniste. Kjo është thjesht një tortë shtëpie për shefin ton. Nuk kemi as pastiqeri, as... Dhe ja gjysmën e bë me fruta. Dhe gjysmën do vendosim disa lule që ne i kemi bler. Që janë bërë me pasta di zucchero. Lullet për ve Eliana dhe unë ndihmoja që të vjeshin në një mënyrë më estetike. Nuk e besoja që të dilte. Jo vetëm për bukuri, po në shije, se një tort nuk është vetëm që ta shikosh vetëm të bukur. Do të ketë dhe shi kur ti e ha. Ja dhe torta jonë. Me gjithmendo gra nuk e di më besoni apo jo, po doli. Më duheshin dhe 2 lule të tjera, po Eliana me kishte ngrënë dhe më mbeti një pjesë pa i vënë, megjithatë i kishte ngrënë pa lejen time. Si gjithë fëmijët, s'ka problem. Nuk do ta shisnim këtë tortë. E kishim për vete.
Edhe ja tortën e kishe pre vajzë e madhe me gjithë Elianën, unë nuk isha në shtëpi, se vetëm për bler pak mish me burrin. Dhe unë po të regoj dhe në që se ato e kishin pre, s'ka problem. Kjo ishte rezultati i tortës. Shiko sa e butë është pandispanja. Edhe kremi brenda. Super, ciao goca, kush do ta provoj.